nuk ka lidhje fare me këtë. Por çfarë ka ndodhur? A është e vërtetë ajo që thuhet që Xheneta ka shantazhuar Edi Manushin? Ka shantazhuar në kuptimin jo shantazhuar se i ka ndonjë video apo i ka ndonjë material apo ndonjë gjë që ai mund të komandohet nga Xheneta, e kanë të shantazhuar në kuptimin, ndoshta nuk e di a mund ta quajmë shantazh, presionin për të patur sa më shumë klikime, për të patur një emision jo vetëm të famshëm edhe të ndjekur në televizor, në valët televizive, por tashmë lufta bëhet gjithmonë e më e madhe që emisioni të ketë klikime të shumta dhe suksesi të jetë jo vetëm në ekranet televizive, por një emision i suksesshëm është edhe kur klikohet në YouTube. Madje ka ndodhur shpeshherë që emisionet nuk janë parë shumë gjatë transmetimit të tyre live, sepse ka patur ndoshta në 2 televizione 2 emisione të rëndësishme, por njëri prej tyre suksesin e ka patur duke u parë shumë në YouTube.